Po është e vërtet që sa herë që ka bashkime transversale votash midis PS-s dhe PD-s, më saktë midis Ramës dhe Berishës, gjithmonë ka diçka për të bërë merak. Historia ka treguar, të paktën nga 2008 e këndej, çdo lloj bashkimi votash mes tyre nuk ka sjellë gjëra të mira për shqiptarët. Kjo është pak, por e sigurt. Dhe pa në këtë dritë, me shumë gjas edhe i bashkimi i votave i djeshëm i ardhur në mënyrë të beftë, sigurisht ngre shumë pikë pyetje. Ngre pikë pyetje për faktin që akoma nuk janë përzitur flakët e Molotovëve, nuk është tharë ende uji në kurrizin e Berishës dhe të vetë uji i hedhur me autobot apo të gazi lot sjellës, nuk është tharë loti ende. Dhe është e çuditshme se si në një moment të beft, pas një njoftim, bien dakord për një lloj marrëveshje, po e quaja, për një lloj rezolute. Të saktësojmë diçka, Luli. Çështjet e Europës, çështjet e integrimit europian, në fakt janë nga ato çështje të cilët asnjë palë politike nuk mund të thotë jo. Dhe ky është një normalitet. Nuk mund të shitet sikur ka rritur një nivel të lartë pjekurie apo një moment historik politika. Shqiptarët në thellë brenda vetes janë të orientuar nga Europa. E politika nuk mund se mund të bëjnë ndryshe.